më duket e tepërt kur shumë persona japin mendime për gjëra që vërtet nuk i takojnë. Do të thënë edhe për personazhe. Po jo, për shkak për çështje sociale na takojnë të gjithëve. Nëse do diçka në Shqipëri, na takon të gjithëve të flasin. Nëse ti del dhe bën diçka dhe unë del tani dhe jap komente të gjykoj, të paragjykoj, nuk kjo më duket e tepërt. Jo që bën diçka. Po flasi për një gjë që është eklatante, për shembull, është vrani fëmijë, atëherë shumë e thjeshtë jemi të gjithë ta bëjmë postin. Atëherë është ndajnë audiencë. Bravissima. Ndajnë audiencë. Kur dahet audiencia shumë, atëherë unë flas në mes. Atë unë është puna ime. Është një gjë që më ka thënë edhe agjencia ime në Itali, neve kemi si rregull gjatë politike, gjatë të tillë nuk e bëjmë dot. Unë bëj edhe 2 punë të tjera, kështu që unë flas. Unë me shpirt para disa ditësh ishte përmbytur Durrësi dhe doja të dilja dhe të flisja, por e lash fare se fundja çfarë më duhet mua, populli bën vetë zgjedhjet e vet. Po si çfarë më duhet ty që u përmbyt qyteti ku ti jeton? Të duhet. Unë këtë gjën problematikën e shpreh më privatisht sepse janë gjëra, domethënë që i diskutojmë në mënyrë tjetër, unë nuk mund të dal dot dhe të jap mend të tjerëve, apo nuk e di, më duket, unë personalisht më duket e tepërt ose të jap komente dhe të bëj. Për të parë programin me Mbrëma Yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.